Jacqueline Lekatari, mirë se erdhe. Përshëndetje Zhaku. Njerëzit edhe të urrejnë kur ti ju thua të vërtetat. Mes Mateos dhe Brikenos, kush mendon se po gënjen nga të dy? Nuk ka asnjë romancë aty. Një vajzë që pa qëllime, një vajzë që nuk ka një vizion për veten e vet, është më se normale që të kenë tradhtuar mentalitetin e shoqërisë. A nuk është Casey pak a shumë një antagonist? Casey është thjesht një djalë, mangup me bateria do ta quaja unë, të bullizosh edhe të ofendosh do të thotë jesh fenomen, varet do jetë Selin ajo që u të heq çiftin. Pra është me lojtare e fortë Selin në raport me Mirin? Ajo nuk është besnike, aq sa Miri në aleancën që ato kanë. Të quajnë dashnore në një marrëdhënie që objektivisht ka përfunduar së fundmi. Shumë mirë nëse ti e ke kuptuar që ke qenë dashnorja në një marrëdhënie, të paktën e ke kuptuar tani. A je shtirur sikur ke kaluar në orgazm gjatë aktit seksual? Të shndrohesh në qen kufiri për partnerin tënd. Egli Tako, Nuk e di. Që të kujdeset për shëndetin e saj mendor. Duke sigur e ka humbur dhe respektin që ka për veten. Nuk i besoj Albës, nuk i Si besoj. beson? Ledioni dhe Sara. A janë ndar valla apo jo? Arbana Osmani në drejtimin e fermës VIP. Jo çdo gjë që të ofrohet duhet edhe Jo, pranuar. prit pak.